إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më të sinqerta I takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu I plot fuqishëm s'ka askush mund ta humbë, dhe atë që Allahu I madhruar e devijon s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, I cili është një I vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte I dërguar I Tij I fundit, I cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e Tij, shokët e Tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e Tij dhe udhëzohen me sunetin e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, një prej begative më të veçanta me të cilën Allahu I Madhërisëm I ka privilegju besimtarët, është fakti se ua ka mundsuar atyre lloj-llojshmëri të veprave të mira që mundet mi ba në këtë dynja. Me një fjalë, ka qenë urtësi e Zotit Madhërisëm që atyre njerëzit të kenë mundësi me ba vepra, me ba ibadete, me ba adhurime të ndryshme, të lloj-llojshme në jetën e tyre të përditshme, pra në jetën e besimtarit në përgjithësi, dhe kështu vazhdimisht të arrin vlera dhe të arrin shpërblime në peshën apo në llogarin e tyre në këtë dynja. Andaj vepra e mirë, vëllezër të nderuar, pavarësisht a është e vogël apo e madhe, tek Allahu I Madhërisëm vlerësohet. Dhe pavarësisht çfarë do kohe që e bëjmë, prap te Zoti I Madhërisëm vlerësohet edhe shënohet edhe shpërblehet për të. Dëgjoni çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith në lidhje me këtë, thot wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Përkthimi, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos e nënvlerësoni, mos e nënçmoni asnjë sen prej veprave të mira që mundi mi bë. Domthonë me thon hajt se kjo kur gjë, hajt se kjo është e thjeshtë, jo më kjo kur gjë s'është. Jo. Domthonë asnjë vepër që mundesh me bë prej veprave të mira që e ke në dispozicion me bë, bëni atë pavarësisht sa do me qenë e vogël ajo. Madje në vazhdim tutje hadithi vazhdon edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam walau talqa akhaka biwajhin taliq. Përkthimi, po thot edhe nëse s'ki kur gjë, s'ke mujt me bë diçka të mirë, kur gjë. Hiç kur gjë s'ke mujt me bë mirë, po mjafton po thot që kur del në rrugë edhe takosh me një vëlla musliman, me një të afër, me një shok, me një koleg, me dikon që e njeh, takosh me të në rrugë, edhe kur e takon atë, e takon me një fytyrë qelun. Do thot e takon do thot me një buzëqeshje. E takon do thot jo me mrola, jo me po kur te përshëndet ata, atë e përshëndet me fytyrë qelun, po thot është e mjaftueshme edhe kjo me arrit shpërblimet e Zotit Madhërisëm. E keni parasysh? Pra, diçka e thjesht, mirë po nuk kupton atë mirësjelljen me tjetrin. Pra, e ke taku dikun ndoshta se ke pa një kohë caktume, edhe ti mundesh me qenë nervoz, mundesh mu i dhun me dikun, mundesh mos me pas ditën tënde, por qëllimisht I buzëqesh në takim, edhe e pret me fytyrë qelun, edhe që ajo është shpërblim te Zoti I Madhërisëm. Edhe që ajo është shpërblim te Zoti I Madhërisëm. Në disa hadithe ka aludohet edhe thot edhe kjo është sadaka. Është një sikur mi dhan dikujt na një lëmosh, domethënë çaj veprimi yti, çajo mirësjellje që ti e manifeston te Zoti I Madhërisëm shkruhet shpërblim.
Te Zoti i Madhërisht shkruhet shpërblim. Prandaj vëllezër të nderuar, kjo është një begati që e kena në dispozicion e që duhet me e kujtu edhe me u mundu me fut një jetën tonë të përditshme, pra begatia që gjatë të kohës kena mundësi me bë vepra të mira. Me gjuhën tonë, me sjelljet tona, me veprat tona, po gjithashtu edhe me pasuri materiale, duke dhënë edhe ju ndihmu të tjerëve. E kjo begati që e kem në dispozicion, duhet me e kujtu edhe me u mundu me fut në përditshmërinë tonë, edhe madje nëse jem të vetëdijshëm, ndoshta asnjë çast i jetës që e jetojmë në këtë dynja nuk na ka lënë pa arrit shpërblimet e Zotit Madhërisht. Begatia është e madhe këto për besimtarin që din e kujton këtë edhe mundohet me e shfrytëzu në jetën e tij të përditshme. Pastaj tham pak më herët, pavarësisht çfarë do kohë që e bëjmë, prapë te Zoti i Madhërisht arrihet shpërblimi. Lavdërohet edhe e mrim do thotë shpërblimin, a natën, a ditën, kur do që e bëjmë vepra të mira. Mirë po, në anën tjetër, ka qenë urtësi e Zotit Madhërisht që disa kohë, disa ditë të vitit me i dallu prej ditëve tjera të zakonshme që i kemi në jetën tonë të përditshme. Me një fjalë, jemi dëshmitar kur e kemi pas muajin e Ramazanit, hoxhallarët vazhdimisht kanë folë se sa ma shumë me bë vepra të mira në atë kohë, vlera, çmimi i atyre vepra rritet ma shumë se kur i bojmë në ditët e zakonshme të vitit. Gjithashtu, pra edhe tash në këto ditë të cilat po i përjetojmë, pra ditët para Bajramit, me një fjalë 10 ditët e Dhul Hijjes, kështu njihet në terminologji, që janë për qëllim javën e kaluar kemi folë për vlerën e haxhit edhe kemi shpjegu se faktikisht jemi fut në muajin e 12 sipas kalendarit hijri, që është muaji i Dhul Hijje, është muaji në cilin është Bajrami edhe në cilin bëhet haxhi. Tash konkretisht jemi në ditën e 3 të Dhul Hijjes. Pra në ditën e 3 të Dhul Hijjes dhe këto 10 ditët e para të këtij muaji, pra prej ditës parë deri në ditën e 10 që është dita e Bajramit, dita 10 e Dhul Hijjes, është dita e Bajramit që to 10 ditët vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon se janë ditët më të vlefshme, më të veçanta për veprat e mira kush don me bë. Cila është veçantia? Veçantia qëndron në faktin se çmimi i tyre, pra vlerësimi i tyre, shpërblimi që Zoti i Madhërisht i jep në çdo ditë kur bëjmë vepra të mira, është më shumë se sa ditë të tjera të zakonshme të vitit. Neve po e përmendëm çmimin, ngritja e çmimeve, në këtë kohë pak na u ka basi një lloj fobie kjo për shkak të shtrajtimeve të shumta dhe ngritjes së çmimeve, mirë po tash po flasim për një avantazh që e kemi ne në dispozicion, pra veprat e mira, pra një sadaka, nëse e bën këto 10 ditët e Dhul Hijjes, është shumë më e vlefshme se sa me bë në një ditë tjetër në ditët e zakonshme të vitit. Nuk do të thotë që atëherë nuk vlerësohet, edhe atëherë ka shpërblimin e vet, posaçërisht nëse ka munasebet, ka rrethon caktuar, po nëse e bëjmë atë vepër në këtë kohë, në këto 10 ditët e fundit, 10 ditët e para të Dhul Hijjes, atëherë shpërblimi i tyre është do thotë në nivelet më të larta. Është sezon sikurse tregtarët. E keni parasysh ata të cilët mirën me tregti i kanë disa sezona të caktuar për çdo mall, se kur shitet më shpejt, kur e ka çmimin më vlefshëm edhe mundohet me i rujt ato. Edhe ne si besimtar, si musliman, se është një lloj mënyre me cilën besimtari arrin shpërblimin tek Allahu i Madhërisht, pra nëse e bëjmë këto 10 ditët e Dhul Hijjes, atëherë e ngrisim çmimin edhe kena mundësi me marrë shpërblime më të mëdha tek Zoti i Madhërisht se sa nëse që ato vepra të mira i bëjmë në ditët tjera të vitit në përgjithësi. E çka thotë, cilat janë ato aludimet apo argumentet të cilat na dëshmojnë këtë, janë disa, unë po i përmendim vetëm 2. E para, për me kuptu vlerën edhe rëndësinë e këtyre 10 ditëve të Dhul Hijjes, Allah i Madhërisht në Kur'anin famlar në një sure e fillon kështu, thot
wal fajr wa layalin ashr wash shaf'i wal watr. Pra surja al fajr, Allahu i Madhërisht betohet mas pari në agimin, wal fajr, do të thonë pasha agimin, pastaj po wa layalin ashr, pasha 10 netët. Pastaj po wa shaf'i wal witr, pasha çiftin edhe tekun. Do të thonë po betohet në këto gjëra, edhe Abdullah ibn Abbasi, një nga komentatorët e njohur të Kuranit, sahabi i njohur, kur e ka komentu këto pjesë apo këto betime të Zotit Madhreshëm në këtë sure, ka thënë se qëllimi walejali në ashr, pasha 10 netët, është për qëllim këto ditët e Dhul-Hijjes, së bashku me netët e tij. Në disa komentime kanë aludua dhe kanë thënë janë për qëllim 10 netët e fundit të muajit Ramazanit, mirë po Abdullah ibn Abbasi thot se është për qëllim këto 10 net apo 10 ditë e Dhul-Hijjes në përgjithësi për shkak të vlerës edhe rëndësisë që kanë. Pastaj wa shaf'i wal witr, pasha çiftin edhe tekun, thot çifti është për qëllim dita e 10 e Dhul-Hijjes, që është dita e Bajramit, që është dita e vlefshme e vitit, dita në cilën haxhilerët e bojnë ritualin e haxhit, dita në cilën therrët kurbani, pra ka vlera dhe mirësi të shumta, prandaj edhe Zoti i Madhreshëm betohet në të, wal witr, dhe betohet në tekun, dhe është për qëllim dita e Arafatit, që është një ditë para Bajramit, pra dita e 9 e Dhul-Hijjes, që gjithashtu është një ditë e vlefshme, ku krejt haxhilerët mblidhen në kodrën e Arafatit, edhe e lusin Zotin e Madhreshëm për neve besimtarët, është e vlefshme agjerimi asaj dite, ai i cili ka mundësi. Pra po e kuptojmë në këtë formulim apo në këto ajetet e Allahut Madhreshëm edhe shpjegimin që jap Abdullah ibn Abbasi për vlerën edhe rëndësinë e këtyre ditëve në përgjithësi. Pastaj është edhe një hadith i saktë, të cilën e shënojnë shumë koleksionues të haditheve të sakta, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol për vlerën e rëndësinë e këtyre ditëve të Dhul-Hijjes, pra këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijjes, ka thënë kështu, vëllezër të nderuar, ka thënë nuk ka ditë që punët e mira janë të dashura për Allahun më shumë se në këto 10 ditë. Me një fjalë, atë që e shpjeguam apo sqaruam pak më herët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ditë këtë vitit, do të thonë 365 sipas kalendarit lunar edhe sipas kalendarit diellor, dhe 355 ditë të vitit sipas kalendarit hënor. Nga këto 355 ditë, vëllezër të nderuar, çito 10 ditë janë ditët më të vlefshme për me bë vepra të mira besimtari. Madje më të vlefshme edhe sa ditët e Ramazanit. Edhe 10 ditët e Ramazanit në përgjithësi. Edhe kjo është ajo që e aprovojnë edhe dëshmon ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj janë ditë më dashura tek Allahu i Madhreshëm se sa ditët tjera të zakonshme të vitit. Prandaj ka porosit edhe ka këshillu që besimtari me shpeshtu, me bë vepra të mira gjatë këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijjes. E disa nga sahabët që kanë qenë prezent, i kanë thonë, o i dërgumi i Zotit, teko kanë të vlefshme këto 10 ditë me bë vepra të mira. A është më e vlefshme se sa xhihadi, se sa njëri me dal për hir të Zotit në luftë? E keni parasysh, është sakrificë njëri me dal në luftë, në betejë, edhe me vu veten tane në rrezikun me dal përballë armikut, edhe i kanë thonë, është më e vlefshme se kjo, se sa mi dal përballë armikut? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë edhe më e vlefshme se kjo. E shihni se sa janë të vlefshme vlera këtyre ditëve, domethënë më të vlefshme se sa mi dal armikut përballë. Madje ka thonë përveç e ka përjashtuar situatën, përveç atij personi i cili del në xhihad, domethënë del në luftë me pasurinë e tij dhe me veten e tij dhe nuk kthehet nga kjo asgjë. Atëherë ky e ka arrit shpërblimin më të madh se sa veprat e mira në këto 10 ditët e Dhul-Hijjes. Prandaj vëllezër të nderuar, ta keni parasysh edhe të meditojmë rreth domethënies së këtyre fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rreth asaj që vërtet
që kemi në dispozicion në këto ditë që i kemi, pra sot është dita e tretë, i kemi në dispozicion edhe 7 ditë, deri në ditën e Bajramit, sot një javë është dita e parë e Bajramit, pra i kemi në dispozicion 7 ditë. Prandaj 7 mundësi për secilin prej neve, 7 mundësi të arta për secilin prej neve, me i shfrytzu në maksimum për arsye se çdo vepër të mirë që e bëni. Tham edhe një buzëqeshje, një personi që e takon në tokë, një sadaka që e jep, një lexim Kuranit të cilin e bën, një namaz nafile që e shton, një agjerim të ditëve, këtyre 7 ditëve që na kanë mbetur që e agjeron, do një ndihmes që ja bën dikujt, qoftë fizikisht, ka nevojë dikush me ndihmu, pej të varfërve, çdo vepër të cilën ti e bën, dihet që te Zoti i Madhërisht ajo vlerësohet më shumë, edhe ka çmimin më të lartë se sa nëse çat vepër e bën në ditë të tjera të zakonshme të vitit. E kjo është një mundësi për secilin prej neve që nuk duhet në vlerësu, nuk duhet lënë anash, nuk duhet me mbet edhe me thonë hajtë se porri, hajtë se ka vakt, hajtë se me mjashty vetës tane, por mundohu prej momenti që dalim nga kjo xhami, që me deri në ditën e Bajramit, mundohu që ndoshta çdo moment, çdo çast që do ta kalosh, me konë çast që ti ke bën një vepër të mirë, edhe te Zoti i Madhërisht ke arrit shpërblime të jashtëzakonshme. E këtë mundet me pas secili prej neve. Secili prej neve. Asnjëri nuk është i privuar prej kësaj. Por kush arrin me bë ai i cili e merr seriozisht këtë rrethana dhe këtë situatë dhe ai i cili e nxit veten e tij edhe mundohet me dhanë maksimumin, e ai vërtet është prej të shpëtuarve dhe ai me të vërtet e ka qenë vend këtë porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk ka dyshim që e përmbyllet pra këto 10 ditë, edhe ndahet apo përshëndetet nga këto 10 ditë të Dhul-Hijjes, duke bartur me veti një bagazh shumë të madh të shpërblimeve që ka arrit me seriozitetin dhe me vendoshmërinë e tij. Lutim Allahun e Madhërisht me dhaban nga ata të cilët vërtet i shfrytëzojnë fillimisht këto 10 ditë ashtu që është më së miri, pastaj Allah i Madhërisht na mundson posaçërisht ata të cilët kanë mundësi për juve me agjeru së paku ditën e Arafatit, që është një ditë para Bajramit, para Kurban Bajramit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vlerën e agjerimit të kësaj dite ka thonë: shpresoj te Allahu i Madhërisht me mi fal mëkatet e vitit kalum edhe vitit që vjen. Prandaj mos neglizhoni kush ka mundësi, agjeroni këtë ditë, po gjithashtu prej gjërave që nuk duhet ta neglizhoj besimtari është edhe ata të cilët kanë mundësi me therr kurban, që në ditën e Bajramit t'i rrinë veti mas, do thotë mos ta lejnë anash këtë ritual që të therrës së kurbanit dhe ndihmesës së atyre njerëzve të cilët kanë nevojë. Pra është një vepër që besimtari e manifeston, po gjithashtu që nënkupton edhe sadakan edhe ndihmesën atyre nevojtarëve, posaçërisht në këtë kohë të krizave të ndryshme për të cilat edhe përmendëm pak më herët shtrajtimin e çmimeve. E lutim Allahun e Madhërisht që ata besimtarë që e kanë bën jetë edhe mundohen me ja pranu këto vepra të mira, kurbanin edhe vepra tjera. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu nderoft.